Mes shumë qytetarëve të cilët vrapojnë ecin apo që thjesht shijojnë natyrën, çdo ditë në liçenin artificial të Tiranës bie në sy një 95 vjeçar, i cili rrëmben vëmendjen e të gjithëve. Pavarësisht moshës dhe problemeve shëndetësore, Muharrem Greca nga Baldushku i Tiranës del çdo ditë për të shijuar natyrën dhe ajrin e pastër. Unë ka liçeni ve kur është koha mirë, ditë për ditë. Në orën 11, në orën masdite. Në moshën 65 vjeçare ai pësoi paralizë, më vonë pjesërisht humbi edhe shikimin. Për 3 dekadash ky motor elektrik për 95 vjeçarin u kthye në mikun e përvetuar të tij. Shumë jam i kënaqur për vetes time se vetëm i qere kësiu kam. E në me këtë, s'kam fare. Po mos jetë ky, unë rri stop shtëpi. Në rrugë të gjithë e njohin dhe e nderojnë, e të shumtë janë ata të cilët edhe ndalen e përshëndesin dhe motivojnë për guximin e treguar, duke lëvizur pa një shoqërues në këtë moshë. Njohin të gjithë, se unë dal ditë për ditë. Policia kur më shef, më nëro, falendero, se moshën time nuk duhet të lëviz. Është trupi i riut, ose gjaku i riut që ka qef të lëvizi. Kur më shofin u hot që si mund të dali vetëm, pse nuk e shoqëron e bashkëshortja, fëmija. Muharremi gjithë jetën e tij ja kushtoi bujqësisë, vite të cilat na i tregon me nostalgji. Unë kam qenë teknik të vroni. Bolsa dahan cilësia parë. Kam qenë teknik shëlqini. Rritësa shëlqinin Baldushk 25 kg, 30 kg. Sot ndonë se shekullin e ka në prag, a i vion të frymëzoj me shembullin e tij, i pashtërueshëm dhe plot energji për të bërë kilometra të tërë në ditë. Natyra më jep shnet, e në më jep dituri, e në më jep gjallëri, gjore, gjysë e bë rreka për qark. Më ka ndihmuar shumë se u habitën njerëzit kur una me këtë moshë që dal në i vip për qark sarke vit, osha ime nuk është për të luajtur, po unë marr guximin. Në çdo kthesë të shëtitores ai lë pas një mesazh të thjeshtë për të çmueshëm. Nëse ke dëshirë të jetosh, mosha nuk është kurrë një pengesë, është thjesht një numër. Ndërsa ka dhe një mesazh sidomos për të rinjt, mos ndalen kurrë nga aktivitetet sportive. Aktiviteti sportiv është shumë i dobishëm, është shumë i dobëzdoshëm. Shoh tu 100 me 100, 3 e 3.